Keni thembra të qara, ja si t'i trajtoni vetëm me dy përbërës. Këmbët e plastaritura nuk janë vetëm të shëmtuara, por edhe të dhimbshme. Megjithatë, ekziston një zgjidhje lehtë për këtë problem, të cilin do t'ju duhen disa përbërës të thjeshtë dhe pa kohë. Pasi të keni mbaruar, mund të shijoni këmbët e rigjeneruara si më parë. Hapi i parë është trajtimi me ujë të ngrohtë, ku përbërësit që do t'ju duhen janë ujë të vakët, 2 lugë sot buke dhe 2 lugë krip. Hidheni ujin e vakët në një vask, aty shtoni pak sot buke dhe krip dhe përzjeni mirë së bashku. Më pas, futeni këmbët në këtë përzierje dhe lëreni që të veprojnë për plot 15 minuta. Dhe së fundmi fërkojeni këmbët tuaja me një gur, i cili është posaçërisht për të lëmuar thembrat e qara, dhe rezultati do ju befasoj ditën e nesërme.